pak. Ajo, Shisha Krenar, jo ka dënë, asu s'po thëmë ka dënë. Ama do të me diskutua, me gjithë një kompromis do të me gjithë. Po pse PDK-ja nuk i publikoj këtë dy emrat, po du me ditë qatë përgjigje. Orna që qysh? PDK-ja nuk i bëj ki publike. Po, nuk i bëj, tash, Shisha, une nuk jem advokati PDK-s. Po, ato që mëj me thonë sigurisht është që kryeministri ynë, apo lëvizja vetëvendose, nuk ka tregu, nuk ka dhënë shenja që është e gatshme bëu kompromis. Pse me dhënë ty emën këtë kur ti nuk je i gatshëm për kompromis. Kur ti në fund më thu që ti propozoje na pëqesëm një kusht fiton, po ti kusht fiton dihet. A gjithmonë ka me fitue. Po ç'tu ka qenë? Po ç'u ka qenë? Ani ç'u ka qenë, bro? Ty propozimet ja ka dhënë PDK. Prit ta shohim mujën. Nëse e shohim kronologjikisht. Jo, kronologjikisht. Se pjanis prej fundi. Po çfarë është i fundit? Kemi trutëm. Se nëse do me kuptuar problemin, duhet me shku pak ma thellë. Po shku ma thellë, ama që kjo e fundit ka qenë, vendimi ka qenë që kjo. Vime dhe të fundin na. Vetëse